Ludha dhe lëndrimi përplasje, ludha e shikon drejt në sy lëndrimin dhe nuk ka më as durim, as maska, as fjalë të buta për ta mbuluar të vërtetën. Jo, lëndrim. Sot jo, sot nuk po ta kaloj. Sot nuk po bëj sikur nuk e shoh. Sot nuk po e gëlltis me atë që ti je fake, jo pak fake. Jo pa e kuptuar. Ti je fake me vetdije. Dhe kjo është më e rënda. Sepse ka njerëz që s'din kush janë dhe ka njerëz që e din shumë mirë kush janë, por zgjedhin të shtiren. Ti je i dyti. Dhe për këtë nuk je njeri tamam, ti flet për parime, por i ndëron sa herë që nuk të leverdisin. Flet për ndershmëri, por ikën sa po vjen momenti me qenë i drejtë. Flet për sinqeritet, por asnjëherë nuk e thua të vërtetën deri në fund. Gjithmonë e lë diçka pezull, gjithmonë e mban një derë hapur, gjithmonë e ruan veten. Jo sepse je i zgjuar, por sepse ke frikë, ti nuk je i fortë, lëndrim. Ti je i zbrazët. Dhe e mbush atë zbrazëti me fjalë të bukura, me role, me imazhe që do t'ua shesësh të tjerëve. Një ditë je ky, ditën tjetër je ai që i leverdis situatës. Nuk ke bosht. Nuk ke qëndrim. Nuk ke shtyllë, dhe mos më thuaj që kështu është jeta. Jo. Kështu je ti, një njeri tamam gabon, por e pranon. Një njeri tamam bie, por nuk shtiret sikur është në këmbë. Një njeri tamam nuk luan me ndjenjat, nuk luan me fjalët. Nuk luan me njerëzit sikur janë figura shahu. Ti i bën të gjitha këto dhe pastaj çuditesh pse njerëzit largohen. Ti do që të respektojnë, por nuk di të respektosh. Do që të kuptojnë, por nuk shpjegohesh kurrë sinqerisht. Do që të marrin seriozisht, por vetë nuk e merr seriozisht asnjë gjë që kërkon përgjegjësi. E di çfarë je ti, lëndrim, je njeri i gjysmave. Gjysmë e vërtetë. Gjysmë ndjenjë. Gjysmë qëndrim. Gjysmë guxim. Dhe jeta nuk ndërtohet me gjysma. Marrëdhëniet nuk mbahen me gjysma. Besimi nuk krijohet me gjysma. Ti thua jam kështu si jam. Jo. Ti je kështu si fshihesh. Dhe ka dallim të madh, sepse kur vjen momenti me u përballë me pasojat, ti zhdukesh. Kur vjen momenti me marrë përgjegjësi, ti hesht. Kur vjen momenti me zgjedh drejt, ti zgjedh të lehtën. Dhe pastaj e mbështjell gjithë këtë me një qetësi falltho, me një buzëqeshje që nuk ka asgjë të vërtet brenda. Mos mendo që njerëzit nuk e shohin. E shohin. Thjesht disa lodhen më shpejt se të tjerët duke u përpjekur të kuptojnë. Unë jam lodhur duke dëgjuar justifikime. Jam lodhur duke parë si e ndëron fytyrën sipas rrethit ku ndodhesh. Jam lodhur duke parë si flet ndryshe kur ka njerëz dhe ndryshe kur je vetëm. Kjo nuk është përshtatje, kjo është mungesë identiteti. Ti nuk je njeri i keq, lëndrim. Por nuk je njeri tamam. Sepse njeri tamam është ai që guxon me qenë vetvetja edhe kur kjo i kushton. Ti nuk guxon. Ti zgjedh gjithmonë rrugën ku del më pak i lënduar, edhe nëse të tjerët lëndohen më shumë, dhe më e keqja, ti e di këtë. Dhe prap vazhdon, prandaj mos më kërko mirëkuptim. Mos më kërko durim. Mos më kërko që ta shoh nga këndvështrimi yt. E kam parë mjaftueshëm. Dhe ajo që shoh është një njeri që ka frikë me qenë real, sepse realiteti kërkon përgjegjësi dhe ti nuk do ta mbash. Sot po ta them troç, pa filtra, pa zbukurime, ti je fake, dhe derisa të vendosësh me u përballë me veten tënde, do mbetesh i tillë. Jo për të tjerët, për veten tënde. Dhe kjo, lëndrim, është dënimi më i madh.